Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Do të ndalojmë tek një lajm për një ish banor të Big Brother VIP Albania 1. Nëse mbani mend, Granit Cana ka qenë pjesë e Big Brother VIP. Ditën e djeshme na ka shokuar. Graniti ishte një djalë shumë entuziast, ishte një djalë shumë pozitiv, ishte një djalë me një energji të tmerrshme, por me historinë që ka rrëfyer ditën e djeshme për një sëmundje të mundshme, ai na ka shokuar të gjithëve. Tani do ta kuptojmë se për çfarë diagnoze bëhet fjalë. Ish banori Big Brother VIP Albania 1 ka hapur zemrën me një rrëfim shumë personal për problemin shëndetësor që prej vitesh vazhdon pa një diagnozë të saktë. Domethënë prej vitesh mjekësia akoma nuk ka arritur që të zbulojë se çfarë diagnoze bëhet fjalë, por le të hyjmë në mënyrë të detajuar. Modeli i njohur ka zbuluar se humb papritur fokusin dhe vëmendjen, ndërsa shikimi i turbullohet sikur të ketë mjegull para syve. Domethënë kjo tregon që problemin e ka krejtësisht në kokë Graniti. Ai thot se lutet çdo ditë vetëm që më në fund të zbuloj se nga çfarë vuan dhe mund të marrë trajtimin e duhur. Në rrëfimin e tij në TikTok, Graniti ka pranuar se ka menduar shpesh edhe për të kaluarën, duke e parë këtë periudhë si një përvojë dhe duke reflektuar mbi jetën që ka bërë më herët. Situata është rënduar edhe më emocionalisht. Ai ka treguar se ka pasur raste kur është mbyllur në dhomë dhe ka qarë, vetëm që nëna e tij të mos ta shihte, por nuk mundet më se është harxhuar shpirtërisht. Periudha më e vështirë sipas tij erdhi pas Big Brotherit, kur gjendja e tij u përkeqësua dhe kaloi në një depresion të thellë, duke u izoluar për ditë të tëra. Sot Graniti po e ndan publikisht të betejë, ndërsa ende është në kërkim të diagnozës prej vitesh të tëra. Do me thënë, Graniti është akoma në analiza në përgjithësi, do me thënë në mjekësi, për të kuptuar se nga çfarë diagnoze vuan, por problemin Graniti ka filluar që ta shikon që në kohën e Big Brotherit, konkretisht do me thënë kur ka dalë nga Big Brotheri, beteja dhe lufta e madhe që realisht bëhet në shtëpinë e Big Brotherit, ai presioni i madh që t'i kalon me patjetër që ndikon dhe në kokë, edhe mund që personazhet të cilët janë brenda kësaj shtëpie mund të kalojnë në kriza të këtilla që në fakt të mbeten edhe sëmundje në vitet në vazhdim. Kanë kaluar të plota 5 vite kur Graniti ka qenë pjesë e këtij sezoni, por që siç duket, do të thënë ka përfunduar me vështirësi shëndetësore. Unë uroj me zemër që Graniti të zbuloj diagnozën dhe ta zbuloj këtë të vërtetë.